Ky emision mundësohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia Allahut qoftë mbi ju. Mirë se po takojmë të shikues të nderuar në emisionin Nur, ashtu siç çdo herë edhe sot kemi të ftuar dy nga hoxhallarët për të trajtuar temën besimi në Zot. Kemi të ftuar sonte profesorin në Fakultetin e Studimeve Islame Bahri Efendi Hoxha. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Po ashtu edhe kemi të ftuar profesorin në Medresen Alauddin, profesor Muharrem Efendi Tërnava. Mirë se erdhe. Mirë se kemi gjetë, faleminderit për ftesën. Zoti ju shpërbleft që keni gjetë kohë dhe ju keni përgjigj ftesës. Besimin e Zot si temë ndoshta diku i duket që ndoshta është trajtuar se s'ka nevojë fort më u trajtu. Çka ne kuptojmë me këtë emërtim ose besimin në Zot? Bismillahirrahmanirrahim. Në fakt, besimin e Zot është prej temave që mendoj që gjatë gjithë historisë është trajtuar bukur shumë, edhe mendojmë që edhe tash është prej temave që më shumë t'i ka nevojë që të diskutohet, të debatohet rreth saj, të shtjellohet si temë, sidomos kur kemi parasysh se shumica e njerëzve në botë, edhe historikisht, po edhe tani e konsiderojmë se janë besimtar, pa marrë parasysh divergjencat që i kanë besim. Megjithatë prej temave që është më e rëndësishme që të diskutohet spaku sipas mendimit tonë, sot këtu si musafir, mendojmë se është tema në besimin, rreth besimit në Zot. Në pikpamjet fetare, siç e ka dhe më herët, është paraqitur në forma ndryshme tek ne në Islam, besimi në Zot do të thotë lidhja e robit në atë bindje me bindjen e vet se vërtet gjithçka që ekziston e ka mrapa një shkak që ne i themi krijues është Zoti xhaleshano. Prandaj kur besimtari arrin deri tek ky vendim, i cili vendim pastaj siç shihet dhe parashihet në literatura të ndryshme, vije si rezultat i shtjellimit të shumë argumentave, atëherë vije edhe vendimi që të besohet në Zot mirëfilli. Tek ne besimi në Zot, ose çfarë do të thotë besosh Zotin tek ne, besosh se çdo gjë që ekziston ka krijuesin, ai krijues është i vetëm, nuk ka shoq, është i patmeta, çdo sifat, çdo cilësi e tij është absolute, ai nuk ka të ngjashme asgjë me krijesat e tija, ai na ka kriju në saje të mëshirës së tij, tek ai kthehemi, ai na mban jetën gjallë, prapë me mëshirën e tij dhe tek ai kthehemi pas vdekjes. Kjo është në pika shkurtë se si temë sigurisht që mund të thuhet shumë, po në pika shkurtra, pikpamja islame e besimin në Zot do të thotë këto pika kryesore të cilat ne i përmendëm. Besimi në Zot, Hoxh, a është vetëm anim, ndjen që njëri ndin që duhet me besu, apo duhet me pas mbështetje në argumente forte? Edhe këto argumente, për shembull, nxisin besimin në Zot, a shtyn njeriu me besu në Zotin? Praktikisht, për të me besu Zotin është ndjenjë e lindur. I madhi Allah kur ka kriju njeriu, në natyrën e tij ka krijuar nevojën e tij të madhe për të besu. Prandaj prej njerit parë që ne dim ka qenë Ademi alayhis salam, ai vetë se ka besuar në Zot ka qenë i dërguari i Allahut. Për çdo krijesë dhe çdo njeri, edhe gjinët si krijesa të përgjithshme, edhe njeriu ka atë ndjenjen e nevojën për ta besuar Zotin. Bila është diskutuar te teologët islam, goxha shumë besoj edhe ju i keni pas rast me has literaturë, është diskutohet për shembull, a ka nevojë të argumentohet besimi në Zot? Sepse ç'është është intuitive, ç'është shihet gjithkohë ekzistenca e Zotit, sot që është diskutuar, është dikon një farë, mundesh me thonë një kapitull dikon, ku aty mund me mbron libra të akidës, a ka nevojë të vërtetohet ekzistenca e Zotit. Me idenë që ajo është çështje e lindur njeriu natyrshëm. Megjithatë, për shkak se njerëzit gjatë historisë kanë mund edhe me e deviju këtë çështje, të lidhur prej arsyeve të shumta, ndoshta të dhënë shumë mas botës, mas materies, edhe arsyeve të tjera, ose edhe për shkaqe të shumta kanë deviju nga kjo udhë, dhe si rrjedhoi o kanë natyrshme,
edhe nevojë me u vërtetu ekzistenca e Zotit. Këto e gjejmë edhe në Kur'anin festik, në plot ajete kuranore, por dietarët kanë strukturuar argumentet se për të vërtetuar ekzistimin e Zotit në lloje të ndryshme të tyre. Për shembull, njëra prej argumenteve quhet argumenti i krijimit. Logjika e këtij argumenti është që duke e parë krijesën konkludon në ekzistencën e krijuesit. Vetë Allahu xhaleshanhu këtë çështje logjike në Kur'anin fesnik e ka trajtuar në këtë formë. Çuç ka thonë ajetin kuranor, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. A mos këta njerëzit u krijuan nga asgjëja apo mos vetë këta janë krijuesit? Do të thonë ai i cili ekziston si njeriu. Çdo njeriu nuk e ka të kontestuar me çështjen ose logjikën edhe idenë se ai ekziston. Unë edhe ti edhe Hoxha Bahri ekzistojmë. Edhe çdo njeri dhe ateisti pranon se ekziston, parimisht apo. Atëherë derisa ekziston duhet me pas krijuesin e vet. Sepse Zoti kështu ka thonë për ata që e kanë mohuar, ka thonë a mos u krijuan ata nga asgjëja apo mos ata janë vetë krijuesit. Prandaj duke e pa krijesën, vinë në konkludim se ekziston krijuesi. Ose koncepti tjetër është argumenti i piknisës për shembull, që ne kemi strukturuar në një farë forme të krahasimit, ku thonë për shembull se bota dhe gjithçka kanë është e krijuar. Dhe kjo është çështje e njohur. Bota dhe gjithçka kanë botë është e krijuar. Është që kjo premisa e parë. Premisa e dytë çush na thotë, çdo gjë e krijuar logjikisht duhet të ketë krijues. Sepse ne të krijuarën e kemi emërtuar të krijuar, krijesë, meqense është e krijuar. Prandaj çdo gjë e krijuar duhet ta ketë krijuesin, apo. Meqense bota është e krijuar dhe duhet ta ketë krijuesin si premisë e dytë, konkluzioni pa diskutueshëm është se bota dhe gjithçka kanë ka krijuesin dhe është Allah. Ose mund ta strukturojmë ndoshta pak më lehtë argumentin e rendit për shembull, që mua më fascinon shumë, me të thënë drejtën. Argumentin e rendit, argumentin kur e shohim krijesat që ekzistojnë në gjithësi, të cilat janë shumë të komplikuara, janë shumë komplekse, pashmangshëm se kanë nevojë ta kenë një krijues të gjithdijshëm i cili ka krijuar ato. Dhe sa më e komplikuar me qenë krijesa, aq më i gjithdijshëm duhet të jetë krijuesi. Dhe rastësia dhe asgjëja nuk ka asnjë gjos logjike që të ketë bërë diçka. Pe morëm pak si shembull këtu nëse veç mua jam bë mohabet para do mujve nëse të kujtohet dolin kështu u bë buje madhe ka fort për robotin Optimus. E ke pa besoj. Edhe Optimusi po llogaritet me qenë njëri për roboteve më të sofistikuar, i pajisur me intelencë artificiale, ku ti mund të bësh mohabet me ta, nëse ai të vet ty ka hitie ti thua jam i Prishtinës, tenaj me automatizëm i ka do informata për Prishtinën, mund me bë mohabet me ty. Ky robot. Po çfarë përmendja a roboti unë dhe ti jena më të komplikuar. Kështu si strukturë. Roboti mrena, Optimusi, duhet të ketë më përmendja qindra e mija, nështë miliarda, s'po di me thonë, programe softverike, më zvetit, një ushtri me inxhinier që kanë punu, që ai me ardhë deri që të pjesën ku është sëtë. A që është? Po vetë? Po tash kjo është logjika. A çaj inxhinieri, i cili është njeri, po mohohet se ka krijues. Ndërsa Optimusi, si një robot shumë i kufizuar, më thonë, që jeta e tij është e varur, funksionaliteti i tij është i varur prej do bateriave, që në rast se i harxhohen ai më veç s'është funksional, që to unë nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj, po mendoj guximin për me mohu ekzistencën e Zotit, krijuesit, ndërsa në anën tjetër nuk ka i mençur që pretendon se një aparat më i thjeshtë ka mund të bëhet pa një krijues të mençur më saj. Dhe një herë po përsëri sa më e komplikuar me qenë aparatura dhe gjëja e krijuar, aq më i ditën duhet të jetë krijuesi, në këtë rast po them ekipa e inxhinierave që kanë nejt më saj për me bëhet. Prandaj ne fascinohemi me mençurinë e inxhinierëve kur ata bëjnë diçka të bukur, ndërsa harrojmë mu fascionu me njeriu i cili funksionon në mënyrë të përkryme pa vetdijen e tij. Qoftë në aspektin e brendshëm të na shumë prej organeve që ne i kemi dhe janë jetike për jetën tonë, si kemi ditë që i kemi as ku i kemi derisa në shkollë kemi mësuar në landën e biologjisë, pankrasin, mëlçin, rolin e këpëdit veshkave, të zemrës, të mushkënive, të trurit, e kështu me radhë, që gjitha këtu janë argumentet të fuqishme që Allahu është ekziston dhe krijuesi është i gjithdijshëm, i cili ka krijuar njeriu. Kjo është veç për njeriu. Po tani për krijimin e çejve dhe tokës, çush edhe ajetet kuranore janë çast njeriu në konceptin logjik. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Vërtet krijimin e ndihmon pak në khalqis samawati wal ardi, në qiell dhe tokës, edhe ndryshimit mes natës dhe ditës. Ka argumente për kënd. Për ata që kanë logjik, për ata që kanë mendje, ose Allahu që ka thonë, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dhe në veten juaj ai nuk keni të pa. Zoti na ka thirrë neve që na
vetën tonë me analizu, edhe vetën tonë me studiu, edhe me orë dhejtë e konkluzionit që na të tretë që të besojmë, edhe që shta profesori dhe shumica njerëzve në botë besojnë eksistencën e Zotit. Prandaj, është intuit natyrë njerëzore që duhet me besu, edhe ajo është eksistent, edhe ato një farë forme gjithë qka që e shohim në univers na qënë dhe të besimi që eksiston një madhe Zotë Gjellë. Kemi pas një profesor tash gjatë bisedës, u kujtu që të tretë kemi pas fatin me e taku, një profesor Hamdiun, kemi njoftë, dhe aje, kur jep ke ligjerat në zoncave, dhe ke për shembull ti në darkë, hajde gjatë ditës po aktivizojshë, po në darkë, kur është në orë të vona dhe ke hanë ushqim pa kontrole, mush barkën stomakun, dhe ke edhe bjen flenë, asë të interesohesh që shka mundohë ushqimi shëndeshëm për ati që duhet me u largu për i trupit, a ka me mujtë zemra me përbalu, kitë këtu dhe ke, se lodhë krytë dhe ke. është një kryus absolut, gjithdishëm që e ka bu këtë organizim, a nuk duhet me besu që... Unë halo se unë kuptu për një me qysh njerëzit e pranojnë se që kjo aparat s'mund më bo vetë, ndërsa njeri ju s'ka mas vetin një kryus. Pak e që të që. Krishtë edhe kjo të me undërlidh me ato që tha profesori, tek argumenti dizajnit që kanë përdorë djetarë, nëse me një shikim thjesht, s'po thamë në shikimit e detajizume në qoftë në trupin e njeriut ose qoftë në fenomenet që i kemi për rreth, gjithçka sheh mrekullin vete. Organizimin, Zoti thot ai në Koran që e përmeni profa, edhe në vetën tuaj keni argumente, po që se dëshironi të shihni e të kërkoni. Sa interesant se cili sistem, duke me u lidh me atë temen që thashë Zoti, jo veç që na ka falë, po edhe konstruktin na e mban shumë interesant. Jeta, vazhdimi i saj është komplet në saj të kujdesit të tij ndaj nesh. Për ndryshe ne, si që cekte ju, organet më vitale në trup nuk i posedojmë në kuptimin e organizimit, menaxhimit e kështu me radhë. Është e vërtetë se kemi rrugë caktuar të ndërhyrjes në to, por se ne flejmë edhe nuk kemi vedije gjatë gjumit, punon zemra, punon mushkrit, sa interesant konstrukti i tyre, vendodhja e tyre, mbështjellja e tyre edhe me atë ta quajmë me atë blindën për rreth, po ashtu edhe truni si organ kryesor edhe menaxhues, sa bukur është i ruajtur e kështu me radhë. Gjitha organet prej atyre që studiojnë në anatominë e njeriut, po edhe çdo krijesë tjetër, vërejmë se vërtet ka shenja të cilat tregojnë se krijuesi ekziston. Është pyet një njeri i thjesht, është në sa di Bujk ka qenë, po është përmend shprehja e tij në literaturë, ka thonë si erdhe deri tek besimi në Zot. Ai tha unë pash se gjurmet kur i shoh në shkretir ose i shoh në borë, më tregojnë se është një dikush që ka ecë, një kalorës. Ani pse nuk po e shoh personin që po ecë. Por edhe prockin e ujit, lumin kur e shoh më tregon se domosdoshmë dikun duhet ta ketë një burim. Prandaj çysh ka mundësi që ky dizajn kaq interesant, qoftë ato që e shohim trupat tonë prej fenomeneve që zhvillohen edhe funksioneve, qoftë ato që e shohim përreth vetes, çysh ka mundësi që këtë mos ketë një. Prandaj nga këtu del perceptimi i cili është përtej shqisor. Dhe ajo vjen në shprehje përmes kërkimit të shkakut kur e shoh rezultatin. Nuk mund të aprovohet vepra cila do qoftë ajo pa vepruesin. Nuk mund të konkludojmë se kemi një roman pa një autor. Nuk mund të themi se kemi një vepër, ose si që përmendi edhe profa të veprave më briljante tash tek... Bënëm pak reklam Optimusit. Po, tek robotika, por se vrem se gjithherë mas një veprimi patjetër duhet ketë një veprues i cili qoftë ka mundësi duket, ka mundësi të nuk mos shihet, megjithatë ai ekziston, sidomos kur vrem se veprimet e tija janë shumë të përpikta, janë shumë interesante dhe janë shumë komplekse. Sepse ka mundësi, është diskutuar edhe gjatë historisë, për të largu nga besimi në Zot, ju janë lënë këto çështje rastësisë, rastësia, rasti mbreti botës, ku ta diuni çka, materia kanë evolu kështu me radhë, derisa kanë dhënë materjes kapacitet për ta krijuar vetveten, duke pas parasysh se materia fare nuk ekziston. Qysh ka mundësi që të kalohet nga mos ekzistenca në ekzistencë
pa forcë për të ekzistuar. Prandaj shumë kundërthënie të tilla dalin përballë besimit në Zot. Është edhe rasti, sa më kujtohet rasti e Ebu Hanifes, kur ka pas me shku një takim diku. Po, është me gjasë ka sfidu disa test në Kufe, kur ka qenë i ri krejt, i vogël besa. Është një transmetim të puna e anijës që u ka thonë, është një rast me atë lumin, po të anija sigurt biles fundi kam lexu, që u ka thonë se qa më thëni mu, nëse unë ju them që një anije në për deti, në për valte, erën e madhe, pa të marinarin, a i thonë, pa marinarin, pa që kujdeset për ato farë velat e ku bëdi qa, thotë e vetme pa e drejtu kërkush, thotë arrin në cakun edhe në vendin që duhet me arrit edhe mbjetën në det pa u mbyt. Ata i thonë që kush e thotë që të është i çmendon. S'ka mend fare, kush pretendon se një anije mundet në përstuhi me kalu pa e drejtu dikush. Atëherë, thotë qysh ju s'po e pranoni që është logjikshme mendot që kjo, atëherë, po mundi me pranu logjikshëm që gjithë universi, gjithë çakonta me qejtë, me tokën, me galaktikat, miliarda galaktika funksionon se problemi aty që është kompleksiviteti. Universi është shumë kompleksev, është tepër dakik, që më thonë tepër i preciz. Tepër preciz. Dhe preciziteti në univers, në farë me jeta e universit varet për mbajtjes të çeti preciziteti. Dhe mos me kanë Allahu xhela xhelalu që e mban çet precizitet, me siguri shkatërru. Edhe vetë Zoti në Kur'anin fisnik kështu ka thënë. Ai ka konfirmuar ai vetë se ai është mbajtës i rendit edhe i rregullit në univers dhe si lloje të ekzistojnë me që ai mban. Përkundër që se pranon logjika që gjithë të argumentet të po në vetën tonë, po edhe në gjithësi, edhe keq ka shohim, është absurd edhe... Sidomos mjekët që kanë studiu anatomin, mjekët unë nuk e di, dëshysh mendoj çdo mjek që ka studiu njeriu si qenie, edhe sa i kompleksiv është, mendoj që duhet me besu. Duhet me besu gjithçka. Por e përmend punën e mjekut, është një ginekolog që e njoh edhe ai shpesh e përmend thotë ka Zot. Argumenti që e sjell që ka punu kujdestari shumë në spital, ginekologjisë këtu në Prishtinë, dhe thotë, është interesante, thotë, çdo ditë mëngjes, para se me zbor dita, thotë, krejt fëmijët që janë posalindur, që janë ata në inkubator, si fëmijët kështu që janë, thotë, lëvizin. Në njëjtën kohë, thotë, për ditë, thotë, më ka... Si dukurie ka po. Si dukurie, kom vrejt, thotë, kjo më ka bu me menu, thotë, që më të vërtet, nuk është të rastishme. Argumentet janë shumë të apo, prap, ka dikush që e përmenet që është gjatë trema. Po çfarë din ka libra, edhe ka besatash edhe video të shkurta, video pak më të gjata, në gjuhë ndryshme të botës edhe në anglisht dhe në gjuhën arabe, po edhe në shqip, të përkthyera që argumentojnë ekzistimin e Zotit. Një është një video shumë interesante, është iluzion ateizmi, edhe bile unë mendon se kur në shkollë atje e shohim vazhdimisht edhe analizojmë bashk, edhe ka bazën themelore të argumentet e ka këtë ADN, kodit gjenetik të njeriu. Thotë çdo krijesë, po edhe njeriu ka kod gjenetik, mbasi të ekziston. Është ajo pjesa softverike kodume e njerit. Apo, thotë edhe ajo është një farforme e libri jetës. Thotë çu është e mundshme një njeri me këtë strukturë që ka, me këtë kod gjenetik të jetë bërë vetë çai kodi gjenetik. Që realisht një prishje në kod. Për shembull ne fëmijën çu dohem me çdo edhe çit simetrinë që e kanë ana, ka të mirë është se kodi gjenetik është i përkryer. Atë që mund të ky kod gjenetik i përkryer më vetë. Kur vetë një prishje kodit gjenetik është një farë mutacioni gjenetik, zakonisht kur ka radioaktivitet në vende ndryshme dalin fëmijë me pasoja, për shkak se ky kodi gjenetik është prish. Është prisha e lidhja. Tash ajo çush po mundet që sa vjet, miliona vjet përpara me ekzistue njëjta dhe me ardhur një jetë. Pa foltash për qelizën, pa folta për fëmijën, zhvillimin e tij në barkun e nënës në formë përkryme, ardha e tij në jetë, rritja e tij, në zhvillimin e tij, në simetria e tij dhe krijesave të tjera. Na veç tojna alhamdulillah dhe mashallah dhe edhe na shtohet besimi ala më shumë dhe i thrasëm tjerë me besu. Alhamdulillah që i besojmë, po është për dhimbt kur e sheh që dikush nuk beson, ose kur e përdor për shembull këtë logjikën, unë ndoshta po mendoj kanë japi shumë do që ju duket si mantrant kjo. Mundet me kanë po. Mos besimi, s'është se besojnë veten e tyre, nuk mundet. Dhe ke bile më një djetar të ke edhe aja ateisti që thët nuk besoj të ke ai beson. Po, në fakt, e ka besimin. Po, pra, po thëmë ka njerë që e mohojnë janë të lirë, Zoti i kalon të lirë, kush do në pranon, kush do në se pranon, tani atje është që është e llogarisë. Po të besimin Zota mund ndodh me pas keq kuptim hoxh, ose që janë ato format e keq kuptimit po, besimit Zot. Po, dyshim ka shumë keq kuptime që e prekin edhe besimin Zot.
Ato janë natyrshme duke pas parasysh se si tematik, si tema është prej se është njeriu. Edhe deformimet gjatë gjithë rrugës kanë ndodhë. Edhe çdo gjë që shpjegohet, është e natyrshme që mos me ruaj gjithë origjinalitetin e vet. Edhe arsyen e ridërgimit të quajtur profetëve her pas here, pikërisht lidhet me këtë fakt, sepse njerëzit janë të prirur që të deformojnë rrugën e shpjegimit të besimit dhe kalohet në diçka që nuk është reale, pastaj ndihet nevoja që të vijë profeti tjetër, pejgamberi tjetër, dhe vjen pejgamberi dhe i rregullon ato keqkuptime dhe vazhdon me qit nudhë. Po që në rrugë prap ku është problematika tek keqkuptimet janë të ndryshme. Ne si musliman e kemi të qartë besimin ton, siç e përmend edhe më herët se Zoti ka ato karakteristika absolute që ne ato sifate të cilat ne i studiojmë edhe që sigurisht merr kohë me diskutuar, mirë, po asgjë nuk ndodh që të jetë e ngjashme me krijesat e tija. Pastaj deformimet mund të jenë ndryshme. Disa mendojnë se çështja e besimit mjafton veç të besohet, të mos veprohet, mos angazhohet njeriu në jetë dhe të pretendoj se besimi na qenë ka ajo rruga për të ecë përpara pa angazhim, pa aktivitet. Pikërisht besimi thret në rrugë, thret në punë, thret në angazhim, thret dhe besimin në gjithçka, në çdo drejtim. Fillimisht edhe tek ne, paraprin besimi drejt, pastaj veprat shkojnë tutje. Edhe në jetë, edhe njeriu duhet besojë diçka, duhet besojë në suksesin e tij, pastaj angazhohet me veprimet e tija, me angazhimin e pastajshëm. Në rast se njeriu, ta zom shembull, beson se nuk do të jetë i suksesshëm asnjëherë, ai njeriu zakonisht e gjen për tokë, nuk ka veprime, nuk ka angazhime e kështu me radhë. Prandaj keqkuptimet e prekin besimin në shumë aspekte. Disa mendojnë se mjafton që veç t'i lutemi Zotit dhe gjithçka kryhet. Prandaj gjitha këto aspekte i kemi të mirë të definuara në fen tonë, se besimi është ajo qartësia se njeriu e din se kush ka kriju, kujt i takon gjithçka, kush qëndron prapa krejt kësaj ekzistence, kush është ai që meriton falënderim për prezencën tonë, sepse sigurisht jeta do të vazhdonte shumë super edhe pa mua pa ty, kështu me radhë, kush është ai që na nxorr nga mos ekzistenca në ekzistencë, qysh ka mundësi që nga një pikë uji të formohet një person që ta projekton një qytet, e kështu me radhë, pastaj vren që si e kalon Zoti që sidomos njeriu, po çdo gjallës ta ketë atë zinxhirin e ushqimit edhe të vazhdimit të jetesës. Këtu sa bukur janë kriju kushtet, duke u nis nga oksigjeni, nga natyra që i kontribon njeriu në çdo aspekt, qoftë këtu, qoftë në hapësirë për orientim me planete, me yje, kështu me radhë. Gjitha këto fenomene e bën njeriu që të jetë i kënaqur me besimin që e ka dhe ato deformimet që mund të prekin i kemi të sqaruara në tekstet tona. Prandaj ne gati ligjëratat tona edhe në për xhami, po edhe në për institucione tjera fetare që i kemi, synojmë që çito deformime mos me prek kurse si besimin, sepse kontribojnë negativisht në vetë mirëkuptimin e besimit. Vetë mirëkuptimin e besimit, sepse njerëzit besojnë. O besojnë se ka Zot, o besojnë se nuk ka Zot. Argumentet i cekëm disa për tyre, por deformimet duhet patjetër t'i menjanojmë, nuk është Zoti njeri, nuk është njeriu Zot. Asnjëherë nuk ka mundësi objekti me u bë Zot, nuk meriton të adhurohet kërkush tjetër përveç Zotit që na ka falë, e kështu me radhë, gjitha këto i shpjegojmë përmes mësimeve tona, të cilat sidomos janë. Te pjesa e besimit drejt konceptet me profesorin më lidh pak. Dikun e kam lexuar, pejgamberi sa kur u ofronte më të mirën alternativë njerëzve në Mekë, ata ishin që si besonin, u thonte një fjalë, thuani nuk ka Zot pas Allahut se do të shpëtoni. Adin, qulu la ilaha illallah tuflihu. Thunë që të fjalë, s'ka Zot pas Allahut se do të shpëtoni. Mirë po, ata nuk e thonin. Sepse e kanë kuptuar ata vetë, hiç pa shpjegu, se kur e thua s'ka Zot pas Allahut, mas qësoj fjale ka përgjithësi, masandaj, ka detyra. Në raport me që të Zot që ti po e deklaron se ekziston. Edhe që është natyrshëm është kjo. Prandaj ata nuk është se e kanë kuptuar bukfalisht se vetëm themi Zoti është një dhe s'ka Zot përveç tij dhe me kaq përfundon obligimet e detyrimet tona ndaj
ti dhe ndaj tjerëve, por e kanë kuptuar se kjo deklaratë mes vetes si ka të mirat e veta, shpëtimin, por se edhe punë dhe detyra plot. Prandaj nuk e thonin sepse kuptonin drejt ofertën e pejgamberit sa të. Përgjithësi është. Përgjithësi është normalisht. Ju edhe thatë që realisht edhe dim, nuk është vetëm besimi islam as të nas në botë, ka dhe besime tjera që ekzistojnë. Por islami si e sheh për shembull çështjen e bashkëpunimit, bisedave, mirësjelljes, raporteve me besime tjera. Islami besimin e qartëson. Mirë po, edhe historikisht, kur ka ardhur Islami si spjegim, ka gjetë përreth vetes spjegime tjera rreth besimit në Zot. Dhe paraqet një alternativë. Kur paraqitet alternativa, se kështu duhet besohet Zotit dhe kjo është Zoti, megjithatë ftohen besime tjera që në tryezën e diskutimeve, çfarë do të qoftë ajo, të sillen argumente dhe të diskutohet rreth këtyre besimeve. Pse ne kemi një besim dhe besimi jonë bie në kundërshtim në shumë pika me besime tjera, kjo asnjëherë nuk do të thotë armiqësi. Jo asnjëherë. Kjo përkundrazi, kemi tekste në Kur'an, po dhe vetë praktika pejgamberit alayhis salatu wassalam e dëshmon të njëjtën gjë, që Zoti i fton që të unifikohemi, të thrasim njëri tjetrin në parime të cilat mund të bashkëpunojmë në këtë botë. Është e vërtetë se fetë secila prej tyre e potencon një fakt të pamohueshëm, sidomos edhe tek ne në Islam, se ai që beson drejt do ta ketë shpëtimin. Mirë, po kjo është çështje e ahiretit, kjo është çështje e botës së ardhme, është kompetencë ekskluzive vetëm e të Madhit Zot. Ne kjo asnjëherë nuk çon edhe nuk do të thotë që ne të mos kemi diskutimin mes veti, me gjithë dallimet që i kemi në besim, e pastaj të shohim se ku qëndrojnë argumentet edhe të shohim se ku janë ato anomalit në paraqitjen e besimeve. Për shembull në Mekë tregohet se besim e kishin kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam, besim thot e kemi pas që ta formulojmë një lloj me hurmat, i ngjesim hurmat së bashku mes vete, edhe ta formulojmë një lloj idhulli, një lloj zoti me vete dhe do të na shoqëronte në udhtim. Gjatë rrugës sigurisht kishim uri dhe marrnim prej trupit e atij objekti të formuar prej hurmeve që ne i thonim Zot, edhe ushqeheshim me to. Domethënë shiko çfarë dallimi ka kjo me besimin në Zot që ne e shpjegojmë. Megjithatë, duhet të ofrohemi përmes argumenteve që t'i shpjegojmë se cilat mund të jenë ato deformimet, ato keqkuptimet e Zotit, dhe kjo prap njerëzit janë të gatshëm që prap njerëzit vazhdojnë të besojnë ato që e shohin se është më argumentuar, më e mirë. Unë shoh edhe Islami ofron platformën më të mirë që përputhet me natyrshmërinë njerëzore dhe me mendjen e shënohesh rreth konceptit për Zotin edhe për fenë si të nësi. Megjithatë, parimi themelor i Islamit është që në fe dhunë nuk ka. Mbi logjikën se ti mundesh njeriu ta detyrosh të bëjë një veprim të caktuar, po s'mundesh me detyru njërin me zemrën e vet me besu diçka që ai se ndjen. Prandaj ajo slogani i tolerancës fetare në raport me tjetrin është la ikraha fi din. Feja nuk imponohet dhënshëm askujt. Shtoja kësaj faktin që Allahu kur e ka urdhëruar pejgamberin sa në thirrje dhe i ka treguar për metodikën e thirrjes, çka ka thonë? Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Thirr në rrugën e Zotit me urtësi. Bil hikmati wal maw'izati al hasana. Dhe jap këshillën më të mirë. Wajadilhum billati ahsan, dhe kur debatosh me njerëzit, me të tjerët, debaton në formë më të mirë. Specifikisht, pasandej edhe për idhtarët e librit, për hebrejt dhe për të krishterë, që ka thonë Zoti në Kur'anin Fesnik, wala tujadil ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Dhe mos debato ti, mos hyn debat dhe mos diskuto me ta në çështjet që ju nuk pajtoheni rreth çështjeve të fesë, përveç se në formën më të mirë. Prandaj platforma islame në raport me ata që s'besojnë njëjtë sikur na, është toleranca, respekti ndërsjellët, natyrshëm nën kuptohemi, këtu besoj që ja vlen, nëse kemi pak kohë me sqaroni çështje. Ka ekzistuar një farë trendi, s'po them kohëve të fundit, po ndoshta në këtë shekullin që kemi hyrë, po edhe në shekullin e kaluar, një farë tentative për gjetë një mes në emën tolerancës. Dhe kjo besoj s'është shnuar për asnjë fe. Ideja me mes i bën që muslimanët në parimet e Islamit dhe të besimit tyre me lshu pak pe, hebrejt pak pe, të krishterët pak pe, edhe me gjetë një farë mese, dhe kjo nuk është e shëndosh, as për fe të tjera, as për Islamin.
s'ka nevojë tjetri që beson në bindjen e tij, na thosh ti sigurt që ajo ka mirë, të lëshoj pe parimeve vetë sepse tani më nuk është feja e tij. Nëse unë lëshoj prej parimeve bazë të Islamit, kjo nuk duhet bëhet në emër tolerancës. Toleranca nuk kupton, unë e mbaj besimin tim që unë besoj në te dhe jam i bindur që është e vërtetë, ti mbaj besimin pola tjetër besimin e vet, dhe të dy besimet me koncepte ndryshme mundën me bashkëjetu në një ambient përbashkët, sepse historia ka tregu të suksesshëm konsiderueshëm. Pejgamberi sa kur i ka dërgu shokët e tij në Etiopi, i ka dërgu te një mbret i krishterë. Edhe i kishte ata muslimanët me ketë, si thonë ata pak që i besuan dhe ishin jo të sigurt, ku t'i dërgoj, ku me bu hijretin, Medina si ishte hala vendi gatshëm dhe i sigurt, shkoni në Etiopi sepse atje kam dëgjuar për një mbret në mbretin e cilit kujt si bëhet padrejtësi. Në formë, mëna më thonë, është shembull në histori që pejgamberi sa i ka thonë shokët vet shkoni te një i krishter, te një mbret i krishter, sepse ai do t'ju prec dhe ai do t'ju ofrojë juve siguri. Dhe historia e Islamit e tregon të njëjtën. Muslimanët për shembull kur e kanë zgjeruar Islamin, nuk kanë këmpunuar njerëzve të tjerë besimin, se kanë pas lejuar tu aprishin kishat, tu aprishin sinagogat, tu aprishin vend adhurimet e tyre, tu i marrin pronësi pronat e tyre kështu më radh. Po besimi ka qenë i garantuar dhe se si dhe njeri, normal, na i ftojnë njerëzit në besim, por se ata tani kanë drejt për me e mbajt besimin e vet, e pas andej, normal, e vërteta është ka thonë Zoti në Kur'an, e vërteta është nga Zoti yt, e vërteta është brenda Islamit. Kush do të më besojë, le të beson, kush don, le të mohoj, e siç e thatë në fillim të emisionit, pastaj llogaria përfundimtare është e Allahut ditën e gjykimit. Po të shojnë që besimi e ka të frytet e veta. Pikërisht për atë arsye ne besojmë dhe mundohem me fuqizu besimin, vazhdimisht me vepra të mira. Cilat janë ato anë pozitive që i ka besimi në Zot? Padyshim, besimi në Zot ka shumë anë pozitive. Ato janë shpesh herë janë i kontribuojnë atij balancit vendosur në vetë njeriu fillimisht. Njeriu kur e din se gjithçka që ekziston e ka një Zot, sikur largohet nga një katrahur që s'din se çka është ka ndodhur në këtë kozmos. Sheh rregull, nuk mendon se është dikush prapa rregullit, janë ato është patjetër arrihet deri te një konfuzitet. Atë konfuzitet e largon me pranimin e besimit që pastaj i kontribon edhe logjikisht në hapat e tjerë. Përveç kësaj, edhe nga praktika, besimtarët në momentin kur besojnë e ndjejnë edhe një lloj qetësie në shpirt. Gati mundën i vërejt, gjithë ata që kalojnë nga besime tjera në besimin Islam, unë me sa kam përcjell është gati e pamundur pa mos ju dal lot gëzimi edhe një lloj lot mallëngjimi me momentin e parë që e pranojnë Zotin krijues. E bën kjo që shqetësik edhe profan fillim që hadithi pejgamberit çdo posa lindur në natyrshmërinë. Po. Kur mas një kohë e ka mohuar besimin e vërtet, mas një kohë është kthy në origjinë. Kjo i ngjan një lloj vujtje të gjatë për me mri deri aty ku e ka vendin. Prandaj njeriu kur beson sikur kthehet në vendin e vet, në tokën e vet, edhe fillon me shiju gjithçka ndryshe. Ne edhe këtu kemi takuar njerëz cilët shpesh edhe shprehimisht mu personalisht më kanë thonë, po besoj edhe juve, që prej se kanë filluar me u fal ose me hinë në namaz ose e shijoj jetën krejt ndryshëm, duket se edhe nuk eci për tokë, po veç fluturoj. E disa ne kemi raste të tjera të shumë kriminal, edhe gjatë historisë. Po edhe ta shohim udhëhecit bandave, i keni edhe në internet, në momentin, përderisa kanë qenë në rrugë jashtë besimit, kanë qenë agresiv, kanë qenë bashkë me krimin, në çdo drejtim, në momentin kur janë udhëzu automatikisht i gjenë se kanë ndryshu, kanë hapë ndoshta edhe shoqata bamirësie, kështu me radhë, kanë shenë praktik se po ndryshon njeriu nga një gjendje në një gjendje tjetër me momentin kur ai dëshmon se beson Zot. Sepse pastaj nuk është vetëm policia që e mbikëqyr ose që ka nevojë për me rregullu jetën, megjithatë ai krijon brenda vetes një lloj polici të mbikëqyrjes së Zotit ndaj tij dhe lidhjes së këtij raporti me Zotin. Prandaj të mirat e besimit edhe efektet e besimit automatikisht ndikojnë në sjelljen e personit, në konsideratën e tij, në rrugën e tij, në ambicjet e tij, në vullnetin e tij e kështu me radhë. Unë kam pas rastin të takoj një këngëtar që nësa dy herë Cat Stevens, tash quhet Yusuf Islam. Çështja se si e ka pranuar Islamin ai është bukur interesante, na ka shpjegu edhe direkt kështu.
por ka qenë një këngëtar, një muzikant që sikur të gjithë të tjerët pa u interesu për diçka tjetër përveç për muzikën, edhe bile shprehimisht e thonte se kemi qenë të hapur ndaj gjitha aplikimit, gjitha epshave në praktike, kështu më radhë, s'kemi nalë me ungu edhe me diskutu për diçka serioze. Në momentin kur kemi besu, ta shtetoj Gjon se ka një fond, ka formulu një fond për mbajt jetim, e kështu më radhë, njerëz në kriza, në shumicën e rasteve vërenë se njerëzit pas besimit ndryshon edhe gjendja e tyre. Prandaj edhe veç kjo mundet me ka në argument praktik që e bën dallimin mes zemrës pa besim dhe zemrës me besim. Besoj që si temë ndoshta ka shumë për mu diskutu. Po gjatë gjonë është, po. Po gjatë gjonë, po dhe zoti që t'ja kemi dhonë sot do pak Inshallah. hakun që thëmë na. Ju kemi afru fundit e emisionit, këshëm pas qef për teleshikus nga një porësi për juve këtë muj madhreshëm të Ramazanit, po fillim me profesor Muharrem. Porësia është që Ramazani ka ditët e numruara dhe ta llogarisim se cilën ditë me vlerë që është zakonshme siç edhe është, të marrim prej të mirave dhe të punojmë shumë në përmirësimin e shpirtit, me shtu njerëzillëkun, me matë agjërimin tonë se sa më të njerëzishëm jemi ba, dhe mu largu prej një farformë ndjesis me boj badete rutinore pa shije. Normal, sa më shumë ibadete, besimtarin Ramazan duhet bëj. Qysh ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjonatat e parë dhe gjithë muslimanë bërë botë. Mirë po, kërkesa jam është me luftu epshin, me luftu egon e brendshme, me matë agjërimin me njerëzillok sa më shumë, dhe me provu me i falë të tjerë që në kanë bo keq, në mënyrë që të fillojmë një faqe të re me njerëzit. Fillu prej familjes, e masanaj edhe të tjerë. I bashkangjitë profesorit pikërisht në pikën e fundit që ishëm të diskutu se Ramazani është një lloj aplikimi i besimit në një formë caktuar, edhe tekstet e kemi kush e beson, kush e agjeron Ramazanin me besim në Zotin dhe shpresë në shpërblim, i falën mëkatet që ka bërë përpara. Mirë po, ju e dini që Ramazani gjithherë ka një edhe besimi i kontribon jetës praktike këtu në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Në këtë botë kryesisht me raportet ndaj njerëzve. Për ata, ai që agjeron Ramazanin e nuk e lën fjalën e keqe, edhe veprën sipas fjalës së keqe, domethënë veprën e keqe, Zoti nuk ka nevojë për etjen edhe urinë e atij personi, prandaj le të reflektojmë prej besimit dhe agjerimit direkt në sjelljet tona, si me vetveten, po ashtu edhe me secilin njeri për rreth nesh, pa marrë parasysh besimin e tij edhe sjelljet e tij. Në thëmë besimin, Zot u diskutu që na bën përveç që na qetëson shpirtërisht, na jep energji, dhe na bën që me të vërtet jemi njerëz ashtu siç ka dëshirë Zoti na ka kriju. Me besim në Zot, çdo ditë është investim. Inshallah. Që ka thonë ai fjala me Zotin edhe sprova merr kuptim. Pa Zotin edhe begatia më e madhe humb kuptim. Shumë vërtet. Dhe Zoti që këtë besim që na i ka dhuru të mundohem me rujtës, edhe pse edhe rujtja është për anës tina, e Zotit, të jetojmë me këtë besim edhe të vdesim me të. Zoti ju shpërblyef për të shpjegime, faleminderit kënaqësi që ju patëm, dhe shikues të nderuar, Zoti ju shpërblyef për durimin që patët me na ndjek, deri në emisionin e radhës mbëshin e mëshirën e Zotit.